Pse dy biznese shqiptare, njëri në New York dhe tjetri në Londër, meritojnë vlerësimin e çdo bashkëdhetari? Po cilat janë këto dy biznese që kanë diçka të veçantë dhe dallohen mes qindra bizneseve të tjera shqiptare në Perëndim? Ajo që i bën kaq të veçantë këto dy biznese restorantesh nuk është vetëm suksesi i tyre në treg, por fakti se ato kanë zgjedhur të inkorporojnë trashëgiminë kulturore shqiptare si pjesë thelbësore të markës dhe modelit të tyre të biznesit. Nëpërmjet këtyre bizneseve, kultura jonë jo vetëm që promovohet, por i jepet jetë çdo ditë në çdo shije gatimeve që ato servirin, si dhe në përvojën dhe mikpritjen që ata ofrojnë. Por para se të futemi në detaje për to, desha të theksoj se turizmin e bën të famshëm në Perëndim jo vetëm marketingu, por vetë kurioziteti i turistëve. Sot turizmi shqiptar është bërë i njohur në skenën ndërkombëtare, fal mediave sociale dhe raportimeve entuziaste nga mediat më prestigjioze perëndimore. Vizitorët që vinë për të zbuluar të panjohurën shqiptare, peizazhet magjike, mikpritje në rrallë dhe kulturën e pasur, po kthehen në ambasador të Shqipërisë dhe shpeshherë kurioziteti i tyre nis me një pyetje të thjeshtë: si është vallë kuzhina shqiptare? Përgjigjen e kësaj pyetje në botën perëndimore ja dhanë pikërisht këto dy biznese, njëri në New York dhe tjetri në Londër. Në New York, bashkëdhetari Ramiz Kukaj u bë një nga pionierët e parë në promovimin e kulturës shqiptare jashtë kufive në gastronomi, kur ai në nëndorin e 2017-s solli një ide origjinale në Bronx të New Yorkut, që të transformoi restorantin e tij në një muze të gjallë të kulturës shqiptare. Ai nuk u mjaftua vetëm me shijet e gatimeve, por krijoi një ambient me përvojë të plot që flet për historinë, artin dhe shpirtin shqiptar. Ideja e Ramizit për të hapur restorantin e tij erdhi nga një pyetje e thjeshtë, por domethënë se djalit të tij që e pyeti: "Bab, ku mund t'i çoj miqtë e mi për të provuar kuzhinën autentike shqiptare?" Ramizi nuk pati një përgjigje të menjëhershme, por pasi vërejti një mungesë në treg, i lindi një vizion. Një qëllim i qartë ta kthente këtë mungesë, pra këtë boshtek në treg, në një mundësi promovimi kulturor dhe biznesi. Ai vendosi që kjo do të bëhej pjesë e misionit të biznesit të tij, që të sillte kuzhinën dhe kulturën shqiptare fillimisht në Bronx të New York Cityt, duke dhënë prioritet kështu traditës dhe zakoneve shqiptare që në sloganin e biznesit të tij: "Shtëpia e shqiptarit është e Zotit dhe e mikut." Në qytetin ku rrita, thot ai, mikpritja ishte më shumë se një traditë, ishte mënyra jone e jetesës. Kështu Ramizi emëroi brandin e tij të biznesit dhe e quajti "Çka ka qellue", ku klientët përveç se ulen për të ngrënë, ndjehen sikur janë në një muze kushtuar historisë shqiptare dhe në të njëjtën kohë sikur ndodhen në ambientet e një shtëpie në një mal të një fshati ballkanik, dhe në këtë mënyrë duke i krijuar një largim të këndshëm nga zhurmat në rrugë të New York City. Në një kohë kur shumë sipërmarrës shqiptar në Perëndim zgjodhen të fshiheshin pas kuzhinave të famshme italiane apo greke për të tërhequr klientët e tyre, Kukaj zgjodhi krenarinë kulturore shqiptare dhe arriti një sukses. Ky është modeli që frymëzon, promovon dhe ndërton identitet. Është një shembull se si guximi për të treguar origjinën u bë një pasaport suksesi për Ramizin, i cili në vazhdim hapi edhe 2 degë të tjera të këtij biznesi, një në Manhattan dhe një në Stamford. Nga ana tjetër e Atlantikut, këtu në Londër, është Mentor Bokçiu ai, që 4 vite më parë në vitin 2021 u nis me një ide të thjeshtë të hapte një kafene për shqiptarët, por pasioni dhe vizioni i tij nuk u ndalën aty. Nga kjo ide lindi Illyrian Grill House, një restorant i veçantë që sot përfaqëson kuzhinën tradicionale nga të gjitha trevat shqiptare. Ai krijoi një hapësirë ku shqiptarët jo vetëm që shijojnë ushqimet e njohura të fëmijërisë, por edhe gjejnë një vend ku të ndihen si në shtëpi dhe ku bashkohen dhe forcojnë lidhjet brenda komunitetit. Illyrian Grill House nuk është vetëm një restorant, është një ambasadë e shijes dhe krenarisë shqiptare në veriun e Londrës. Ne të gjithë dimë që çdo biznes synon të bëj para, pra të fitoj, por këto 2 biznese sjellin edhe diçka më shumë, shpirtin e një kombi, kur një restorant nuk është thjesht vend për të ngrënë, por bëhet një thesar kulturor, një qendër ku kuzhina tradicionale shqiptare shërben si urë për të bashkuar komunitetin dhe për të promovuar vlerat tona në botë. Atëherë ai biznes meriton më shumë se sa vëmendje, meriton mirënjohje dhe respekt.
Subscribe për më shumë video si këto.